Ti shkon me hon për shfon se Big Brother, këto as sheshës ti kish zonë këtë. Pas me sultonin atje që kana votu 51%. Unë e kom votu e. Ke votu në mashtrusin, Pa e kom votu për ma mirën e. Është hajnija qeverisë tuën, mas pori që ja kemi dhonë këtë votë. Apo mundi të mja dojnë një pagu? Ja eqja. Që shpja bëni? Po ja bëma bërgjimi. Ti heqin disa barna nga shëndeti ynë për të paguar rrimën. Qëre 172 euro mujë. Po kjo shtëpia jonë. Sot një grup aktivistësh bashkë me disa qytetarë po protestojnë kundër paralajmërimit të rritjes së energjisë elektrike. Biles një qytetar u arrestu. Ndiqni protestën. Mi darku për këtë protest, për rrymë është shtrejtë, aja shtrejtë është në Evropë të na, me tanat e tona, si më kërkuneq, veç minusa jemi. Po në që bje vetit masaj, minister, se sa kërkuneq. Sa përshën rryma juve? Mua 140 euro. Apo mundi të mja dojnë një pagu? Ja eqja. Që shpja bëni? Po ja bëma bërgjimi. A për primi kredija për të shka e në gjari, për mi dhe është benzimet. Aja është vetëm të na kjo ka ndodhën. Kërkun e Evropë nuk ndodhë. Nëse rritën alo që është pa lajmëru? Asë zban me rritë heq, du të mu që ketë për përdata. Me ngritjen e çmimit të energjisë, atëherë po ngritet ka mu ngrit çmimi i bukës, i millit, i produkte tjera këtë. Ujve që arritën, bërllogja arrit. Po, kjo është një gjë elementare është. Edhe është shumë shtrenjtë, unë e paguaj në banesë fushë Kosovë 2 banesë që jeton nga 150 euro, veç për energji elektrike. Do me thonë me jetu vetëm për energji elektrike. 150 euro i marrën jam pensionist, jam i marrën mujë. Tash llogaritë e paga jam me shku vetëm për energji elektrike. Ku është ushqimi, ku janë gjona tjera, mjeku, barnët ato të gjitha tjera. Pra është shumë shtrenjtë. Nuk duhet rryma në këtë kohë mund ngrit as si nuk bën pra. Pi bëja apelën e qeverisë, në ndërmerr masa rryma energjia jonë që e prodhon keku, shitet megavatin 29 euro. Kurse neve keci edhe keci, këtu dy strukturë, në nashesin neve dhe me 800 euro kilovatin. Kam dollë se rryma është enorm shtrejt, standardi jetesës është shumë i ullt, papunësia është shumë e madhe, unë me 3 magistratura, një fjek diploma jem pa punë. Mësë me konë familja, unë nuk di, ko me met terë, ko me met pa hongër, pa pi, pa banim. Këta smenujnë për punësimin e qytetarëve, njerëzit janë duke ikë për i vendit, 3 biznesi i ko familja ime. Unë thanë, shko protestës se meten me punë të shpisë edhe babin e kemi smut, për do të me rujtë. Tha, shko protestës se nëse vazhdo kështu nga 3 biznesi do të me mbyllë. Edhe një familje me nalon pa punë më zvetë për neve. Ako ma keqë. Ashtë lorta janë, sa po që ditëm na gjdo vjet, gjdo kotë njëjtat pajisje i kemi në familje, njëjtat shpenzime i bojmë, por faturat janë enorm të rritne. So ju vjen fatura juve? Unë e ko posë dhe 50 euro, tash 333 euro. Apo mundi të mja dojnë mi pagu fatura? Po jo, më japin pare, dikosh e marrë ho, të mes, të vllaznije, dojtë, boba gjithë më japë nona, thëtë, pa bukërije, pa të dhomë, mësë më hi bashkë në shtetë, thëtë ujtë me pinë shtetë nuk o mirë, se më vorë pe udhëhesi që hore ki, që i kitë kësit kur mos ha bukë. Në sot kom dalë veç në cilësi të qytetarit me protestu, pra jom tërheq prej organizimit kësaj proteste për shkak të konfliktit të mundshëm të interesit. Kjo apo shini ma shumë ka gazetar, edhe njerës që po presin autobus për balë në rrugë se ne protestus. Për kësi lloj protesta ku nuk në bashkangjitën qytetarët, për interesin e tyre, nështë është ma mirë dhe mos më protestu, se ata kundër cilëve po protestojmë e shohin që ne nuk kem kur farë fuqie. Pra vetdia jonë e qytetarëve shumë e vogël edhe po shifat këto. Sidoqoftë, në protesta tjera kemi edhe shumë arsye me protestu, une do t'jem mballë. Sepse po t'ishte vetëm rryma, hajde, do t'a kishim përballuar disi, por kjo do të shkaktoj pastaj shtrejtimet, vargjevi të gjërave të tjera, sidomos të atyre që janë të konsumit të përditshëm, të cilat nuk kemi shtek pa i blerë. Pastaj ne që jemi edhe pensionist, si do t'ja bëjmë?
Do na duhet që ti heqim disa barna nga shëndeti ynë për të paguar rrymën ose për të paguar këto të tjera shtrejtime që do vinë. Ti shkon me hëmë për shfosë Big Brother këto, as sheshës ti kish zonë këto. Po kjo është hajgore që ka më bojnë këta. Hajgore. Qysh? Po pëse dikush i konvenon kësë këto. Dikush se bën e sopë qka është faktura e rrymës as kërgjë. A me kom për Big Brother, me milionat ti kish mu sheshë këto. Po këto hajtë, në shpinë tonë për bëdhësh. Kjo është merë. Ju a bi konvenoj faturat? Po qysh ja, për që ta jëm dalin e këto, që po më konvenon. A na flena, dukat, na fërnizojmë tjerat shtete, a na vetë hjekum. Po, hajna të të mi qumë bërk, prokuria të të me marrë të përparë. Prokuria, tjetër s'ka kur gjo këto, heq. Qyre, po sa një se po të besoj? 172 euro muj shkort, qyre faktura. 172 euro. Po, që kjo e dhjetuat 142. Unë e marru 420 euro. Po. Punoj në hortikulturë, që? Që kjo popull shqiptar e ka përrejtu luftën në 88-ën, dhe kur ja ka një Serbia me shtyp fort, i na qunë luft. Edhe e këna përzonë Serbi pituit. Po quë, e mi përzonë edhe këto dhe me përzonë, këto, edhe ata që i ka shi, këto, ata mi ko përfyti, këtë del vetë pituit. Këtë sultani këtu, sultan Murati që orë këtu, bashkë me sultanin atje, që i këna votu 51%. Unë e ku votu e. Pajnë, unë se ku votu me na mytë. E ta është, ato do të me shkarku dikush. A i tha prokuria, cila prokuri? As ko prokuri, as ko gjysi, as ko shteta, tu është katrahur. Që shpja bëni për mi pagu faturat? Që këshere 420 euro ko morë që të të më kur gjo, do të me dekuni. Se ke votu në mashtrusin, Pa e kom votu për ma mirën e kom votu për 99 që kom votu të tjertë, që kështu ne kam po që këtë të atjertë. E jo kërë e këni votu? Qore, unë jam edhe unë potu me fuër. Qore ku e stok, qore ku e 306 euro më ka orë rryma. Ju besoj, se ka të vëna E shifni, janë dhona personore 300. Ka orë rryma, jetoj ves me nonën, ves 2 persona jena në shpe, në familje. Kom bo për mi 50 ankesa i kom qëtë ketën që është, ja po më kesh përduar e të rryma, ja është ore e keqe që i keni nëzit në rrugë. Se ajo orë në rrugë mund kesh përduar e qysh dënë, nuk merë mosa, asë një mosë kur të më ka orë që 7 vjetë që bëj kërkesa. është hajnije qeverisë tuën, mas pori që ja kemi lonë këtë vullë, që u hija të prezuat i për Evro Mëzelovë se komunist, njeri komunista, me presidenta, me kryeminister, me kejtë këtë komunizëm është. Këto nuk o regu, nuk o lisë. Nuk e di unë e punoj në pastrim qytetit, Prishtinës që të. 500 euro e kom rrugën komplet, 425 është fiksja, 500 euro e kom rrugën. Qysh me dolë, qa me hongër unë? E kom kreditin, rrymen, edhe me mirë pa hongër, qa me bukte? Shumë prej nesh, për isha punëtor të korporatës energetikët Kosovës, të qëllë në përshi, në përbor, në përlaq, në përploher, e provojnë energjinë elektrike me një shmim simbolik, 29 euro e gjys megavatin, këtë si e shet dikon 4 fesh ma shtrejt. Kërkojmë nga gjithë qytetarët që të bashkohen edhe në protestat e radhës edhe ma shumë, edhe ma fort, që të bëjmë një 3 kërkesa qarta. Kërkesa e parë, imediate e me njëhershme, duhet të jetë parandalimi i rritjes abuzive të çmimit nga Keci, sepse qytetarët nuk ja kanë bërë shfitimin Keci. Kërkesa dytë, me njëherë pas konstituimit të kuvendit dhe të qeverisë, duhet të shkarkohet bordi ZRS i cili po i shërben Kecit e jo qytetarëve. Dhe kërkesa e tretë, duhet të filloj të hapet debati dhe të filloj procesi i shtetëzimit të Kecit. Kecit duhet të takoj popullit. Po kjo është pia jonë, Qa për në qeshë në stacionën e këtu? Na nuk jena fmi. A, si jena bëshëm na, ja, na e dojna vendin tuaj. Go, Kajli, Ta s'lodhe, këta veti ka regullu punë, po shetiti, po hypin gjipan, makinan, hotele, në rezorte, në pushime, u knaqe. Lak, mi për ju marë që shumë ka tjera dhe mu në qeverime. E ju a keni me shku?
Jo, si isha shkuve që sot kisha punu dhe isha doli kisha përgjigj qytetarëve për rrymen e shtrejt, për çmimet e shtrejta të ushqimit, për barna, për jeta shumë e vështirë, që po njerëzit po iku pelshojnë këtë vend. Për këtë isha dal, kisha punu edhe sot, edhe shtundën, edhe diellin, dhe ju kisha dal, ju kisha përgjigj protestuesve qytetarëve pse rrymen e shtrejt.